Ka qenë një takim jo i lehtë, por i nevojshëm dhe i domosdoshëm për uljen e tensionit në relacionet me shtetit Kosovës dhe Serbisë, por dhe për të diskutuar për hapat e metutjeshëm për arritjen e marrëveshjeve, për normalizimin e plotë të marrëdhënieve me shtetit Kosovës dhe Serbisë. Shpresoj që pas këtij takimi Serbia do të qetësohet dhe do të ulë agjendën e vet nacionaliste në raport me Kosovën dhe pretendimin për cënimin e suverenitetit dhe integritetit territorial të Kosovës. Kosova është sovran dhe i pavarur dhe duhet të interes Serbia tani sa më parë ç'është e mundur. Besoj se është në interesin e dy shteteve që të kemi paqë, të kemi stabilitet, të kemi mirëkuptim, si të mirë dhe normalizim të plotë marrëdhënieve ndërshtetërore. Kjo do të hapë një perspektivë europiane për të dy vendet, prandaj në vend të thirrjeve të Beogradit për luftë, Kosova përgjigjet me paqë dhe në proces të dijalogu dhe efikasisë e mirë. Što se nas u Beogradu tiče, lično ću zamoliti svakog ministra da se tako ponaša i svakog državnog funkcionera i verujem da ćemo mi svoju reč da održimo.